kërkon sikur se kërkon e punon. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet ka përmbyllur fushatën elektorale në qarkun e Vlorës. Lideri i PD-s, Shpotimi Drizi, vlerësoi harmoninë fetare në vend si një prej vlerave më të mëdha të shqiptarëve, ndërsa shpjegoi edhe arsyeën e bashkimit në koalicionin e ASH-s, duke theksuar se çështja Çame nuk është as e majtë as e djathtë, por është një çështje drejtë kombëtare. Ne hym këto zgjedhje miqtë mi me një koalicion të ri dhe me një vendim të ri. Çështja Çame nuk është as e majtë dhe as e djathtë. Çështja Çame është e drejtë dhe ne morëm vetëm vendimin e drejtë. Do t'japim votën për Dritan Lelin, të cilit ne do t'i kërkojmë që djemë dhe vajzat tanë t'jenë vendimarrës në Këshillin Bashkiak Vlorës. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, si parti, nuk ka qenë dhe nuk do t'jetë asnjëherë me PD-n apo me PS-n. Deputetet e Partisë për Drejtësi dhe Integrim janë dhe do t'jenë gjithmonë vetëm me zgjidhjen e çështjes Çame. Kreu i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet theksoi se PDU mbetet partia më antikomuniste në Shqipëri dhe do të vazhdojë të kërkojë dënimin e krimeve të komunizmit. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet nuk do të resë kërkuar dekomunizimin e Shqipërisë, nuk do të resë kërkuari dënimin e krimeve të komunizmit, nuk mund mos ndjej thirrjen për të përfaqësuar edhe idealet, por jo vetëm për çështjen kombëtare, por për më shumë zhvillim, për më shumë liri, për më shumë demokratizim, për më shumë shpresë dhe dinjitet njerëzor, për europianizim të çdo qytetari shqiptar, të çdo qyteti e fshatit Çamërisë, e të gjithë Shqipërisë. Nga Vlora, Shpotimi Drizi kërkoi që të votohej kandidati i majtë për bashkinë dhe njëkohësisht kandidatët e PDU-s për